Gati për meçin. All right. E dëgjo. Me ty e kom shumë lehtë, sepse ti së paktit e studon logjikën deri diku. Edhe muj me fol. Por mua mba problem njeriu që e lexon e thot sa kështu. Tash, kem të tema. Ti e përmende atë dietarin. Jem të sura 65:4. Wait a minute. Be bojna me kohë. Be lujna një meç. Vlla, Ti 5 minuta. ma shumë ke e folë ti si mua, kupto? Yeah. S'kem nevoj, Okay. u kom e të ba pyetje ma të shpesha. S'kem nevoj me shku 5, unë të nap kohën ty. Fto meçin, se edhe lujna edhe Okej. bojna debat. Hajde. Vazhdo tash. Sura jem te këta që janë të ri. Jem te sura 65:4, që thot kategoria 2, që duhet me prit idetin 3 muaj pas se da njane edhe ato që ende nuk kanë arrit menstruacion. Driloni ka gjetë një shkolltar i bin Ashura, s'di si tha, që e ka allon i shpjegim vetin. Kurtobi e Ibn Kathiri, që janë më të njohurit në dër muslimant sunit, ata thonë këto janë femna që e les kanë arrit menstruacion. Urno shpjego tash, si tash na me diti cili dietar pe folë vërtetën kur Kurani thot drejt për drejt, ende se kanë arrit menstruacionin, edhe këta shkolltarët më të njohurit e thonë këta. Unë jam i shkurt, veç kom qef me kja dinamike, urno. Atëherë, po, shto, çështja është mes meje dhe vllaut tim, ç'është më të drejtuar shikjanën? Luigi. Përshëndetje. Ty po ta nap emrin e vërtet. Okej, Luigi, përshëndetje për ty edhe për krasit e tu. Unë kam respekt për ty edhe për qasjen tane, më pëlqen sinqeriteti yt edhe drejtësia jote. Edhe kërkimi yt ndaj të vërtetës. Të kom pa disa herë që bëbon polemika me muslimant edhe kam kërku mënyrë vllazërore me pas bisedë me ty në mënyrë që t'i sqarojmë disa gjona. Ti e din që unë nuk pajtoj me shumë interpretime të hoxhëllarëve edhe për atë arsye ka ndodhur ajo që ka ndodhur, kalumen. Por jam studiusi i islamit edhe du me zemër rrugën e vërtet për e nis, edhe jam mundu me gjeq ashtu që shpo mundosh edhe ti. Sa i përket gjanave që ti diskuton ato janë shumë të asante, me dëshirën tane ti vete more surën Talak ajetin 4, gjithsesi vargun wallahi lam yahidn. Tani sipas perceptimit tem, unë e pe marr kohën tem, pastaj ti e ki kohën tane. Ky varg rreth që ti vargu është bën një debat, është e vërtet. Flet për idetin. Idde është periudha e pritjes për gruan masi që të ndahet pi burrit ose kur ti humb bashkëshorti. Në jurisprudencën islame quhet iddet. Sa duhet me prit ajo derisa të martohet me një burr tjetër. Edhe ky vargu 4 në kapitullin Talak përmend 3 lloje të grave, të cilat varësisht pi kontekstit çish duhet me prit. Edhe lloji i parë janë gra të cilat nuk kanë pas cikel menstrual për shkak të moshës së tyre të shtyme. Domthon gratë plaka, nëse ndahen pi burrave sa duhet me prit. Gratë që hala nuk kanë pas cikel menstrual, si ka ardhur hala cikli menstrual, edhe gratë shtatzana. Sa është ideti për çdo gra? Tashti. Fraza wallahi lam yahidn, ato që nuk kanë pas menstruacione. Ka disa interpretime në mesin e dietarëve musliman. Tradicionalisht unë po du me pajtu me ty, sipas asaj që ka thonë edhe disa tafsirolog, sikur Ibn Kathiri, Kurtubiu e ata që i përmend ti, e kanë interpretuar çet frazë si një referencë për vajzat e reja që hala nuk kanë hyrë në moshën e pubertetit. Por ka tafsirolog të tjerë që e kanë interpretuar ndryshe. Shumica e dietarëve, është e vërtet, e kanë interpretuar se wallahi lam yahidn
si referencë për vajzat e reja që nuk kanë fillu hala menstruacionet për shkak të moshës së tyre të vogël. A është e vërtet që kanë thonë çështu është kështu, por Ibn Ashuri dhe disa komentues të tjerë e kanë kundërshtuar çita dietar. Më fal, kur ka jetuar Ibn Ashuri se njo? Ibn Ashuri ka një tefsirolog shumë i njohur në botën muslimane, lexoni për ta në internet. Ibn Ashur është tefsirologu më i njohur që ka jetuar para 100 vjetë. 100 vjetë. Që do me tha shumë ma vonë se tjertë. Ka gajle. S'ka gajle se dia nuk është me ma vonë më herët. E di, unë vetëm po dështa me ditë, okay? Po. Tash Ibn Ashuri thot, sugjeron që ky ajet nuk, sipas edhe gjuhës arabe, nuk i referohet vajzave të reja, por grave që për arsye biologjike kanë pas disa probleme edhe nuk kanë pas menstruacione. Për shkak të shërgullimeve shëndetësore. Që to shërgullime shëndetësore i kanë pengue që me pas sikel menstrual. Këto gra, nëse ju des burri, sa du të me prit. Qështu e ka shpigu Ibn Ashur dhe i përmen argumentet e ti. Janë 3 argumente kryesore që Ibn Ashur i përmen në tefsirin e ti, na që në muna mjo të rëgu sonde. Okej, dëgjoj tash logjikën. Në krishtarizëm, ti e di këta vetë. Gjithmonë, a duhet me eksepta? Jo, dëgjoj, unë kom me kja shumë i shkurë, se kom qef me ba gjalla, kupto, se nuk jem, me ba ligjerata bëhet e mërzishme. Në krishtarizëm, kur kem një pyetje, për shembull krishtarizëm, protestant, katolik, ortodoks, kanë pyetjen për kungimin shejt, për Eukaristin. Çka bëjmë? Shkojme, kjo ta tregoj logjika, shkojme sa më afër kohës së Jezusit. Si e kanë interpretuar etrit e kishës? Si e ka interpretuar për shembull Irineu, Polikarp, Agostini, alternavime të koha moderne. Kurani thot drejt për drejt, ende s'kan arrit menstruacionin, Ibn Kathiri e thot drejt për drejt, s'kan arrit menstruacion, Al-Kurtubi e të gjithë tafsirat klasik që ju thome. Këta, edhe këta janë kja pak ma vonë, por janë shumë ma për kohës Muhamedit, se ti tash ke marrë këtë njeri që ka jetua para 100 vjeç. Na këta i quajmë, në krishtarizëm i quajmë modernizëm. Njerëzit që duhen edhe krishtarizmin me bën ata çka thashtë. Edhe në islam, këta kanë problem tash vetë hoxhat me shpjegimin tënd, apo dikuj tjetër se thone, këta nuk e mëson islami. Tash, unë prije pe kryej, pse ti tash e beson këtë njeri që ka jetua para 100 vjeç, e nuk i beson tafsirat më të fortë Kurtubi, Katiri e të tjerët. Edhe Kurani e thot drejt për drejt. Pse duhet me bën gjimnastik trunit e mos me pranua çka thash, edhe Muhamet Hijab, polemisti më i madh, del edhe thot munesh mu martua edhe me vajzën 5 vjeç sipas Kuranit. Urno, se nuk dua me hangër shumë kohë. Dua me bë, do me tha me kja aktiv. Okej, unë po të kuptoj ty edhe po kuptoj qëllimin tënd edhe shqetësimin tënd. Më fal, nuk kam shqetësimu. Po, në islam nuk ka pap. Më thonë, qashtu qysh, nuk ka një autoritet pa gabushëm në islamin sunet. Në islamin shiit ka një imam ma'sum, që është imam Mehdi, po ai hala nuk ka ardhë. Dhe na musliman kena met jetima. Dhe ka me qindra mija dietar, unë këtu në biblioteken time, ka me qindra mija libra të tjera, edhe kam një bibliotek tjetër në fshat, një 10 me 10, që s'ka mujt mi mor libra të fshatit, si cili dietar ka mendimin e vetë. Tash i këta jënë mundu me kuptu Kur'anin, si cili me kapacitetin e vetë. Dikush ma mirë, dikush ma keq. Po tash ti, unë s'po du me më hua Ibn Kathirin, as nuk po du me thonë që ata nuk vlen, jo, ata vlen, por e jona është me e lezu argumentin edhe mu marrë me idin, jo fort me njerëz, kush e tha, po qka ka thonë. Pra, tefsiri të na nuk është shpallje, tefsiri është një produkt njerëzor. Edhe një tefsirolog, për shembull Ibn Kathiri, është në varë pi gjuhës vetë, pi kontekstit historik, pi kohës vetë, pi njohurive mjekësore, pi normave sociale të kohës. Pyetja nuk është kush më i vjetër, pyetja është cili është më korrekt nga aspekti gjuhësor, nga aspekti etik, nga aspekti shkencor, nga aspekti
morfologjike kështu me radhë. Pra, cili interpretim është më korrekt e jo cili o më i vjetër ose më i ri. Kjo nuk shikohet as në krishterim as në islam. Sepse edhe në krishterim ju keni me qindra papallar të kishës që kanë jap disa verdikte, po sot nuk punohet me to. Ka disa libra që e kanë shkruar për shembull edhe në krishterim, femra lejohet të martu 12 vjet, femra lejohet të martu 14 vjet, po sot ka ligji po thotë 16-18 e përpjet. Pra edhe ju keni ndryshuar dhe keni evolu me kohën, edhe na çështu. Pse po ndryshoni vetë e po na mohani neve, edhe na jena sigur jo. Po, apo të sqaroj. Pikë sparit problemin të ke, e pas ke ti që Kurani të ka shumë i pakjartë. Nëse duhet mu ba, të në kërru mu. Se Biblia nuk thot në një vend martoni ju në këtë mosh. Biblia, të thot e Biblia, në një vend martoni ju me vajza që jende s'kan arrit pubertet, atër na kishim me i marë këto sugjerimet papave të apo teologëve asi. Kurani e thot drejt për drejt këta, që do me tha, të parën herë kur e kom lexua, unë mundohem me kjej sinqerë, tash, muslimantë më kërcnojnë, më shajnë e tona, por, e kom marrë, të kom kumet edhe ma parë, unë me islam kom nisë mu marrë, se kom pan mende mu marrë me islam, unë kom me marrë me shkrimin shajt, që me ka ndryshu jetën, kom randa shnin me Zotin, ma ka shpetu jetën, më ka zirë për terët të ndrit. Unë kom da, sinqerisht, vetëm me nda video, për Jezusin, e për dashnin e ti, si ma ka ndryshu jetën, e në fillim jo marrë me ateizmin. Të partë video, më shkua në YouTube, aton me ateizm, me agnosticizm, edhe kom asi. Sharjet e fyrjet më kanë ba me hime studiu Kuranin. Kur e kom lexu këta jetë parën herë, sinqerisht, kom tha mirë, nuk dua me lojnë të pretim tam. Po i lexoj shpejt, këta qka thone, katër më të forti tafsir, katiri thot. Kjo është për ato që janë tepër të reja për me pas menstruacion, katiri. Kur të bi? Vajza që ende nuk kanë menstrua. Tafsiri Xhelalejnd, ato që nuk kanë menstrua për shkak të moshës e vogël. Do me tha të gjithë thone s'kanë menstrua. Sot, polemistat islamik, si Muhammed Hijab, e të tjerë që kanë njeks me miliona, nuk janë një njeri që si një kush, edhe ata thone munesh me martua vajzën 5 vjeç, tash, në shtetet shëriatit, në Jemen, në Pakistan, në Irak, e banem, e lësot, tash, kur në tja, para 1 vjetit, e banet ligjshëm martesën me vajzën 9 vjeç. Tash, a me besua undrilonin, e shkolltar të kësaj mosh, vjet, apo me besua islamin klasik? Po, faleminderit. Pyetja me dhen, po unë nuk po them me besu mu, edhe nuk jam këtu për me ta ndryshu menimin tanë. Unë po m'pëlqen shumë mirë që te ke bo një gjurmim, edhe ke arrit të Krishti, edhe mbaje fejnë tane, unë nuk jam kunaj fejnë tane, vëlla, ti e din unë e respektoj fejnë tane. Edhe nuk jam kunaj besimit tanë, as kunaj binjes tane. Aja që mu po mban mu një keq, është se ti vjet po vjen, edhe po don me polemizu me musliman, edhe unë po du me qartësu që të sen me ty. Ti e din, unë besoj Biblen, unë respektoj Krishtin, edhe të kam vlla pi kombit, të kam vlla pi njerëzimit, nëse jo prej fes, unë të kam vlla prej kombit. Tashti, Tahir ibn Ashur, ma jemen nuk është modernist. Tahir ibn Ashur është usulist. Tahir ibn Ashur nuk është liberal modernist. Ka jetu, ka qeni usulist i larë. Usulist ka qenë mushtahid. Në islam usuli mushtahid, nuk është modernist kështi liberal. No, Tahir ibn Ashuri ka qenë hafiz i gjuhës arabe, klasike, ka qenë ekspert i elekuencës, belaga, nahu, usul el fiqh. Qëllimi i tij u kon me lexu Kur'anin me vetë mjetet e tij gjuhësore. Ibn Ashur nuk e ka mohu traditën. No, Tahir ibn Ashur, nëse ti lexon kush ka qenë, ki me pa që tefsiri i tij është mundu me kuptu kontekstin e ajetit edhe me peshu ajetin përmes gjuhës arabe. Vish pak, për shembull,
Tahir ibn Ashur thot, Wallahi lem yahidn, është i lidhën me el-Jaisat. Në ajet kuranor, ajeti po përdor el-Jaisat. Pra ka dy kategorive të grave që janë pa menstruacione. Njona për shkak të pleqënisë se është plak, është e moshume, tjetra nuk i ka ardhur cikli, për çka? Për arsye jo normale. Ai thot kështu sepse Jaisat, pra lidhet ajeti me Jaisat, atynet që nuk kanë më shpresë që kanë me pas cikel, për shkak një çrregullimi ose për shkak të moshës. Tahir ibn Ashur nuk përmohon mendimin e kaluam, por po tregon që nuk në këtë ajet kuranor nuk kena vetëm një mendim, kena dy mendime. Dhe dyjat janë të vlefshme, dhe Tahir ibn Ashur po thot mendimi jam, edhe mendimi jonë është më i vlefshëm për shkak se është përdor fjala nisaikum. Fjala në Kur'an aty, në atë ajet, është përdor nisaikum. Fjala nisa në gjuhën arabe, fi lisanil arab, mere çdo fjalor gjuhës arabe. Në atë ajet, Kur'ani po flet nisa, gra. Nuk po flet për fëmijë. Fjala nisa në gjuhën arabe, sipas Ibn Ashurit, i referohet grua se pjekun, jo fëmijës, se mitun. Pra, elleti lem yahidn lidhet me nisa, sepse në ajet kuranor është përmend fjala nisa. Sepse nëse Kurani do të fliste sipas Ibn Ashurit për fëmijë, do të kishte aty atfal, ose sibjan, ose fetejat. Në gjuhën arabe, fëmijës i thuhet qështu, ose atfal, tifel, ose fetejat, ose sabi, sibjan. Tri emërtime janë për fëmijë, që nuk e ka arrit hala moshën madhore. Përderisa Kurani aty i referohet me emrin nisa, atëherë thot Ibn Ashuri këtu për qëllim çka? Gruaja që është mosh rritun, por që nuk ka menstruacione për shkak një çrregullimi. Argumenti i dytë i Ibn Ashurit thot, lem yahidn, mungesa e fjalës ba'ade do të thonë pas. Pra mungesa e pas, fjala pas aty nuk ekziston, nuk është aksidentale, thot nuk është bërë rastisht. Kurani është ekstremisht preciz. Edhe, pra ajeti po flet për gratë që nuk kanë menstruacione, jo që do të kenë, po që nuk kanë. Pra ju ka kalu koha, nuk ju kanë ardhur. Për shkak? Për shkak një çrregullimi ose për shkak të pleqërisë. Pra, që kjo është Muhammed ibn Hijab, nuk e di, nuk është mufesir ai, as nuk është gjuhtar, as nuk është usuli. Po mirë vlla, po Katiri, Kurtobi, Xhelalein, këta s'po të kuptoj më re vlla. Asnjë prej këtyre si kanë ditë këto? Po tash Ibn Asuri po përmend argumente të cilat ata nuk i kanë përmend. Po çka është më arsyeshme te lexoj për dëgjuesit pej Kurani drejt për drejt, që se ndoshta nuk janë të kuptuar çka janë të lexuar. Këta sura që fol për dasin është sura Tallak, këta kapitulli 65 ajeti 4. Këta pej përkthimit të Sherif Ahmetit. E ato gratë tuaja, të cilve u është ndërprehet cikli mujor, nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes së tyre është 3 muaj. Këto janë këto që vën prehet cikli mujor. E ashtu, tash është kategoria dytë. E ashtu edhe ato që ende nuk kanë pas menstruacion. Ndërkaq për 7 zanat, afati i pritjes së tyre është derisa të lindin. Okej, që janë 3 kategori këtu. Ato që kanë pa që kanë kaluar kohën e menstruacionit, këto që nuk kanë pa ende menstruacion, edhe këto që janë 7 zanë. 3 kategori. Tash, të gjithë tafsir klasik e thone këto që ende s'kanë pa menstruacion, janë vajzat e mitura. Si Kurtobi, si Katiri, si Xhelalein, të gjithë tafsir klasik të fort. Prap, unë tash nuk e kuptoj këtu. Na mujnë dhe nesër me bon këso gjanash. Po kjo të ka problem shumë i madh në Islam, se duhet me besua një njeri, një mendim të një njerit para 100 vjeç. Në krishtianizëm, kur del një teolog me një gjatë e re, që nuk mundi me gjetë
as në Bibël, as të Shëmpali, as se gjejtë Irineu, as se gjejtë Polikarp, as se gjejtë Agostini, as se gjejtë kurku, na me njëherë këta njerëz i shlyejmë, thomë, a modernist, a njerë që i folë për mendes vetë, pse nuk i përmbahje dhe ju në islam kësaj metodologji? E kreva, vazhdo. Qure, nëse ju pretendoni që çdo interpretim klasik është normativ, plotësisht normativ, atëherë, pra po them, Ja, palla, belem ke që kuptua. Nuk e pretendoj unë, por si pas arsyet nëson konsensus, ati fjalla konsensus, i tafsirve klasik. Nuk ka konsensus, sepse këta që thati Ibn Ashuri nuk e ka thonë vetëm ai, ka dhe të tjerë që kanë thonë, por që kanë qenë pakicë. Okej. Shumica po pranoj që thojnë ashtu që shtun ti. Por dhe ata klasiket kanë thonë që nëse ti martohesh me një vajzë që nuk ka hyrë në pubertet, kjo nuk do të thotë marrëdhënie. Thjesht është një martesë, është një akt. Është një akt. Dhe unë e thash para se të hyj këtu në live me ty, kur isha në privat, thash që në të kalumen është leju edhe martesa me të mitura, po kjo nuk do të thotë që është leju marrëdhënia me to. Me të mitura përpara dhe shqiptarët e toni kanë martu vajzat në ndjep, po kjo nuk do të thotë që kanë kryer marrëdhënie me to, Zoti na ruaj. Po thjesht ka qenë një akt nikah. Akti nikah është diçka, konsumimi i martesës është diçka tjetër, marrëdhënia seksuale është krejt diçka tjetër. Tani, vlla, në vendet tona këto i kem thirr fejes, jo martesë. Martesa o bën kur ka shku në shpinë e ti janë konsumu martesa. Edhe nëna eme ka kja fejur e re, në vendet tona. Po janë feju edhe ndje, po kja fejes, jo martesë. Fejesa të shqiptarët në islam konsiderohet martesë, sepse juridikisht është konsideru grua e tij. Edhe pse ky kurse ka pa. Pra me letra pekadia përpara është konsideru grua e jotja, që do me thonë, unë e kam ndalu me feju ose me martu një grua cila është martu ose një vajzë cila është martu me një tjetër. Për ata në islam, të Buhariu, të Muslimi, të Abu Davidi, është shumë e qartë. A isha thot me martoj 6 vjeç, ta që ka po thua ti, e bani marrëdhënie me mua në moshën 9 vjeçi. Kjo është shumë e qartë për mua. Unë nuk duhet me ba gjimnastik trunit. Qëre edhe në Bibël tash, që i thonë në Betshorol, Maria e Jozefi. Thot, Maria ishte Betshorolom, o fjallë me forë se fejesa. është e drejtë që ka po thu ti. Betshorol o konsiderua grua. Unë va kom lot djelën në norën biblike me shqiptarët, kur këm folë, va kom në një shembull. Një djallë në Amerikë do me martua një vajzë në Kosovë. A i vjen Kosovë e marton me letra që me pru në Amerikë me letra. Por, nuk ka ba dazma, nuk ka konsumu martesa. A isha thot kjartë, me martojnë 6 vjeç, si që po thu ti, po bani marrëdhënie me mua në moshën 9 vjeç. Për ata e pruna, këtë ajet kuranor, që thot, që ashtu ende edhe ato që nuk kanë arrit menstruacion, tafsirat